Do shkoni sërish? Nuk, jo. Jo, Për këtë punë, Jo, unë do të shkoj. Nëse ju thrasin, pra jeni gjithmonë i gatshëm për të shkuar. Nuk bëhet fjalë. Jo, aty po në gjo. Unë kam 35 vjetë, që kam qenë disa herë në denoncimet ndryshme, që është në 95-ët, kam patur përplasjen e parë me drejtësinë dhe kam fituar si betej, pastaj në 2008 e mera. Nuk ish mangëm drejtësi, se nuk jam nga ata që kam dhe leta faqe bardh, iki arratisëm dhe bëj konferenca shtypje, mësë ne nga Zvicra, apo diu nga Antarktida, nga flasin këta. Unë do t'jem këtu dhe për çdo problem që drejtësia menon që do t'ket me Myslim Urrezin, do t'i përgjigje me shumë dashamirësi edhe me shumë transparencë për atë që unë di. E kuptoj, pra ju thani që shumë shpejt do dali për çfarë ju shqetësin. Dhe kur dali da habit një dhe vetë pas ne se sa delirant burgaxhi ka ky vend. Okej. Munduam kuptojmë diçka Zoti Urrezi. Qëndroj pak te Spaku se po flitet shumë për këtë institucion tani. Berisha Vion, duket sikur ka ndryshuar pak gjuhën, Rama, edhe Rama sikur zbutu. Si po e sheh pak? Unë nuk jam mentori asjanit për tyre, por më vjen mirë me veten që kam qenë konsistent në atë që kam artikuluar dhe që kam thënë dhe për cilin do politikan, përfshi edhe Ramën me Berishën, që kur jenë politik dhe jenë në një funksion publik, qëndrimet për institucionet apo dhe për individet duhet majtur në mënyrë parimore para se të kesh përplasje direkte me ta. Pra, mund nuk më vjen mirë që zyrtarë ndryshëm akuzojnë prokuror apo gjyqtar ndryshëm. Kushdo qofshin këta, dhe kujdo krau. Nuk më Prandaj, jo, e di pse e them, sepse ju jeni nga ata që i kritikoni të gjithë. Pra, problemi është që nëse unë kam qenë që është në 2020, i kam thënë parlament, ose kam patur rezerva për grupin vetingus në tërsi që ka pas fllitësira, aty edhe të ekspozuar politikisht, sot e ke kandidat për deputetat e i ka bo vetingun e 800 gjyqtarë dhe prokurorë. Si njëherë ata, kur e shikojnë sot prejër të Ramës, atë Komiqi, Koqiqi që ka. Pra, ai është njëri që ka gjuajtur thep shjekës, gjatë kohës që ka qenë antar i KPK-s, që në fakt kanë qenë antar të KÇK-s këta, çdo gjyqtar dhe prokuror që nuk i ka përkit partisë zemrës tij, dhe partia zemrës tij është Rilindja, përderisa ka marrë përsipër merr edhe me politikë. Pra, ose për krajen, apo për, ku diun, Prençina, Kondili, unë kam folë me emra, dhe pse kam patur rezerva konkrete? Sepse si një nga qindra mira shqiptarë që kanë dalë në 90-ën, kurse ka menuar që në 35 vite më pas, do të kemi në majën e drejtësisë re, fllitësirat e fundit viteve 90 dhe pjesën më bastarde të organeve të inkvizicionit të regjimit komunist. Këta si kam gjuar, asi nga këta që të thonë, por madje Kraja ka qenë jurist në polici financiare në 92-shit. Pastaj u bëndën kryetari për marrë Kraj. Ose Partizan Sokol Çadushi, ose Hetus Dvorani, ky kampion i famshëm i Kimetës dhe i Don Kirgistanit, ose Ilir Panda, se ka menuar kur. Në i civilizën të pështirë, politika votojnë 2016, 120 me 0, këte palo reformë. Dhe nuk folin. Që duhet kishin folë me emra konkrete, ose duhet kishin vënë barriera konkrete që asë një ish hetus, gjyqtar apo prokuror regjimit bastard komunist, nuk duhet jetë në këto organet drejtësisë. Pa duhet të listin parimisht. Jo, kur të vjen tek mendere e jote, thuj pa besi, thot ai, ky Meta, nuk që i thot, Atin Zara, se që i thot ti Krajës. Po në kohën që ky ka qenë atje s'kan foli fjalë. Kur ky u mor me Bektashin dhe me profesor, i shkencëtar kemi ne, Edvin Priftit. Po. Dhe e vërteta doli që Korona ka qenë një maskarallik global i fllitësirave të Sorosit, me në krye i Surrat Zhap që ka qenë ai falci, që e falë Bideni para se tiki. Falja është për atë që kanë bo krime. Ky s'ka qenë në hetim. Pse e falë atë? Sepse e ka ditur me koshien që ka qenë i kriminal, që ka hedhur atë farën e pistë për të bërë genocid. Edhe urani e zeta 30 milion njerëz në botë. Pra, unë kam patur rezerva për para. Tashmi që hyri në Shina... Kur se kam përmend emret, kur prokurorit që u marrë me Myslim Urrezin 10 muaj në prokurorinë e Tiranës që jetoi Urrezi. Të keni si për Veliajin, si për Metën, që përmendni me emra? A kam unë rezerva për integritetin e tij, sa të duhet, që ka qenë gazetar. Pra, ky thot ti noter, Olcit, ky që më hejtoi mu ka qenë gazetar.
Ka lobu, ka pagu atje, këto kelepeja, si që është bërë, kjo dhe... Nuk e di ku e ka marrë, a ke Kristalje, nuk e di, e ka marrë në Majdonia dhe shkollë. Po që për me në emër se ka të bëj me mu, i kam lënë dorë të lirë, hetoj 10 mu, i bëni 1400, sa bërë edhe ekspert, kontabël, financiar, nga ata që ka kontratë, vetë, gjykata përpëria, bënë e bilancin, vetimun, vetim kanë bënë mu, jo gjyqtarëve. E justifikoj se justifikoj, duke marrë, thash, nga paga e ti matin 53 bonifikim. Edhe vitet e nanës në kooperativ, e të mijat, e të motrës, e të lajt, e mëra. Por prapë që për me në emre. Kam patë 10 minuta. Ju thonë që bën gabim si zoti Velia e si zoti Meta që merren... Që gjithë, kur jenë në funksione publike, në majnë e kupolis politike, o duhet flasë parimisht, se ti fletë vetëm për vetën tate, kur të djekë me nere e jote. Po duhet flasë parimisht se këta fllitësira, që realisht ka fllitësira në sistem drejtësisë, imagjino se kur të bëjnë ty pa drejtësi, imagjino që bëjnë një qytetarit thjesht, bektashit për shembull që korri grunat me ato kombaj, thirrë gjithë fshatin ky Enveristi, ky kandidati i Lisem Bashkëkohëtit. 234 familje për dëshmu ka korr bektashi grun nga 92 shepe. Pra, politika është përgjegjësi publike përpara atyre që të kanë dhënë vota megjithëse janë zgjatë pa vota nga 2009. Dhe duhet flasë parimisht. Pra, kur një palaço e di që është palaço, ke edhe historikun e tij për maskaralliqet që ka bë, ju ka arrestuar 2 veta, një për prishjet morale komuniste ka dënuar korrekt 92-shit, dhe një pse ka kapë vorën korrekt 90-s, që e ka qytë vorën zonë kufitare. Pse se din ta e elita vendimarrëse politike. Ku di, nuk e di dhe Rama për këte, pa e ka qef ashtu. Pra, unë nuk gjdo sulm për atë që të kanë dosjen të atë, apo që po të tonë ty, është goditje nën bres, edhe është munges digniteti, karakteri, burni se jonë këta, po, pra duhet flasë parimisht. Edhe për prokuror tjerë, edhe për gjyqtar tjerë, duhet flasë gjatë kohë, sepse ti ke patur vullnetin politik, me hira me pa hirë, unë besoj me pa hirë, duke i kërcënuar ca e Kristin në Rogner, që s'do jep një vizën, ca i thojë do shpojmë në grada, ca i rajnët që do i bënin vend Berishës, kryetar të partijës do hit një lullin e me radhë. Por gjithsesi e votuan ta atë që janë, duhet i thonin. Kështu që... E kuptoj. Unë nuk pres janë engjëllot e kanë ardhur ato, këtu kanë qenë. Nuk kanë ardhur nga Marsi, këtu janë rritur. Po ti shikosh, pesja vendimarrëse ose elita, 5 individ që kanë qeverisë Shqipërinë 35 vite, po ti shikosh në historik, se cili ka promovu nga këta lloj, në kohë që ka pas KLD. KLD ka qenë organ që drejtojnë nga majorancat respektive, këshilli lartë i drejtësisë. Ndërkohë, zonë Murici, kthehemi pak tek zhvillim politike. Listat, se nuk kemi folur që nga dalja listave, u publikuan, ju i qëndruat besnik asaj që kishe të vendosur dhe nuk u lëkundën në lista hapur, por pati shumë pak kënaqësi brenda Partisë Demokratike. Ose disa. Njerëzore është edhe pak kënaqësia, jo gjithë. Ju keni vërejtje për listat personalisht? Jo për veten tuaj, për listat në tërësi të Partisë Demokratike. E mira dhe e keqja, nuk kanë fund. Secili kështë subjektive gjykimi për njerëzit. Ati që më duket mu i keq, dikujt mund i duket i mirë. Ai që më duket mu i mirë, dikujt mund i duket i keq. Se po t'ishte ndryshe, do na duket i njeri i mirë për gjithë do kështë plasë lufta 3 botërore, nuk të kishe rëmë kam. Kjo jo vetëm ke listat për politikë, se gjithë po edhe ke krimi familjes, po donin gjithë jenë njeri të shkengel rëmë kam. Por unë vetë kam patur rezerva për koalicionin. Po, që e keni thëmë. Dhe dalje e Metës në listë hapur, pastaj e korrigjoj maksimalisht për mu atë rezervën time. Sepse kam thënë, rezervat kanë qenë parimore. Kam gjo personale me asnjë nga ata, por kam thënë që LSI-ja vjen nga e majta, edhe është e majta ekstrem.